Ndaj, le ta veshim këtë sallë, ku dhe unë bëj pjesë prej vitesh tashmë, me përgjegjësitë e vërteta edhe shpesh të pathëna. Kjo kulturë që shpesh kultivohet këtu vret shpresat e të rinjve, vret besimin të e nesërmja, vret optimizmin. E sa do e rëndë që mund të tingëlloj për veshët tanë, unë do ta them. Kjo kulturë e urrejtjes këtu ka pjesën e vet edhe në dhunën në shoqëri. Duhet përballemi me këtë të vërtetë të pakëndshme. Parlamenti nuk pasqyron thjesht shoqërinë, por e formëson shoqërinë. Çdo fjalë e shqiptuar në këtë sallë jon përtej këtyre mureve. Kur qytetarët ndezin televizorin apo shpletojnë telefonin, na shohin ne, përfaqësuesit e tyre të zgjedhur, të angazhuar në diskursin parlamentar. Pavarësisht nëse e pranojmë apo jo, qoftë për mirë apo qoftë për keq, ne po mësojmë atyre si funksionon demokracia. Si duhet të sillemi kur nuk merremi vesh? Si duhet reaguar kur mendojmë se na shkelet e drejta? Kur merremi me sulme denigruese, personale, kur bërtasim kundër njëri tjetrit, kur i trajtojmë kundërshtarët si armiq, në vend që t'i shohim si shërbëtorë të përbashkët të sëmirës politike, ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse i kthejmë në normë shoqërore këto sjellje. Degradimi i diskursit parlamentar krijon efekt kaskad në gjithë shoqërinë. Kur përdorim gjuhë nxitse, ajo bëhet fjalori i argumenteve të tavolinës së darkës dhe të komenteve në rrjetet sociale. Kur i demonizojmë ata që kanë pikpamje të ndryshme, ne u japim leje fqinjve të shohin njëri tjetrin me armiqësi. Kur manipulojmë me gjysmë të vërteta, me shpifje, ne gryejmë themelin e përbashkët të fakteve mbi të cilat duhet të qëndrojë debati publik.